mirë që të dy tashmë kohët e fundit. Kështu që janë zgjedhjet më të mira referuar asaj që Silvinho ka në dispozicion. Më pas, nëse do të... Sulmi, Broja, Manaj dhe Hoxha. Ato që thamë, pra, ka bërë zgjidhjet e duhura. Unë personalisht do të doja që të kishte ndonjë emër tjetër. Po komentohet Broja për shkak se nuk ka marrë minutat e mjaftueshme, kohën e mjaftueshme në ekipin ku është aktualisht i angazhuar? Është e vërtet, ka luajtur pak, vetëm në ndeshjen e fundit ka luajtur rreth 30 minuta, në të tjerat ka luajtur me pikatore ose as pak, i kanë ndjekur nga stoli. Megjithatë është stërvitur rregullisht dhe është në formë shumë të mirë fizike. Sigurisht që një sulmues për të dhënë më të mirën ka nevojë të luajë shumë ndeshje dhe të shënojë për të gjetur ritmin e duhur në fushë. Megjithatë, ne nuk e kemi luksin që të lëmë jashtë një emër si Broja, një futbollist që luan në ligën padyshim më të fortë momentalisht në Europë edhe në botë, në Premier Ligën angleze, i cili përtej momentit të vështirë që po kalon, kam përshtypjen që do të dijë të ngrihet pikërisht në sfidë vendimtare si kjo sonte dhe do të jetë kam përshtypjen që pres që pikërisht nga Broja të vijë diferenca sonte në ndeshjen ndaj Andorrës. Pastaj gjithmonë bazuar në këtë listë ka bërë për mendimin tim zgjedhjet më të mira, por sigurisht që do të doja që të mund të kishte edhe emra të tjerë në listë, të cilët Silvinho i la jashtë. Cilin repart? Po në sulm mund të kishte pasur hapësirë për Anis Mehmetin, një futbollist që po bën shumë mirë në ligën e dytë angleze, po shënon rregullisht, po jep asiste, po luan titullare. Në sulm, po cili prej tyre mund të hiqej dhe të zëvendësohej me të? Nuk është të thënë që të luajë titullar, mund të ishte aty sepse jo gjithmonë është skenari më i mirë. Për minutat e fundit. Jo gjithmonë ti e nis ndeshjen e gjen shpejt golin dhe e zgjidh ndeshjen. Mund të kemi situatat komplikuara siç ishte ndeshja transferta në Letoni, ku ne nuk po e gjenim dot golin dhe për më tepër në pjesën e dytë nuk kishim as futbollist me cilësitë e duhura për të bërë diferencën në ato minuta dhe Mehmeti është një nga ata që qoftë edhe për 20 minutat në fund ka cilësitë teknike për të futur në driblim, për të goditur nga distanca, për të dhënë një impuls tjetër skuadrës në fushë. Dhe do të doja që të ishte, megjithatë kemi këtë listë, ka bërë zgjedhjet më të mira, po themi, sa i përket listës, formacion më të mirë dhe gjithsesi kushdo që të ishte sonte, edhe ndonjë tjetër që është në stol, flasim këtu për Uzunin që bëri një 90 minuta shumë të mirë në Serbi, edhe sonte kushdo që të ishte, jam i bindur që do të ishte i karikuar për të dhënë maksimumin, për të dhënë më të mirën. Të gjithë e dinë rëndësinë e këtij takimi, kështu që presim vetëm të fillojmë ndeshja dhe të shikojmë se sa në gjendje do të jemi ta zgjidhim shpejt. A do të shkojmë si fitues të vendit të dytë të grupit në ndeshjen e të dielës apo jo? Do ta përcaktojnë 90 minutat e përballjes së sotme. Nuk presim surprizë. Të dielën do të presim Anglinë. Ka pasur diskutime, lajme të publikuara që do të ketë disa mungesa, megjithatë nuk besoj se kemi pritshmëri për një rezultat pozitiv, edhe pse tashmë ata e kanë vulosur vendin e parë të grupit. Po, gjasat më të mëdha janë që diela të jetë një diel feste, pra le të themi që kombëtarja shqiptare të arrijë objektivin mbrëmjen e sotme dhe bashkë me tifozërinë që do të mbush plot stadiumin Air Albania ta festoj këtë arritje të mbrëmjes së sotme pikërisht të dielën, ku më mirë se sa të dielën në shtëpi, në shtëpinë Kuqezi dhe përballë një kundërshtari si Anglia. Pra janë kushtet ideale që diela të kthehet në një të diel feste. Por që të shkojmë te diela duhet të bëjmë mirë detyrat sonte dhe më pas ta lëmë gjithçka në dorë të tifozërisë dhe skuadrës që kanë përshtypjen që dhe skuadra duke shkuar me një pa presionin e rezultatit do të mund të bëjë shumë mirë ndaj Anglisë, pavarësisht kundërshtarit që ka përballë emrit dhe futbollistëve vërtet cilësor të kundërshtarëve, duke qenë se nuk do të ketë presionin e rezultatit të dielën, nuk do t'i duhet fitoria se s'bën, pra gjithmonë flasim në mundësinë e zgjidhjes së çështjes së kualifikimit në play-off që mbrëmjen e sotme. Pa presion, djemtë Kuqezi do të mund të garojnë si të barabartë ndaj Anglisë. Kështu që jam optimist edhe aty. Do të na ofrojë një spektakël. Një ndeshje vërtet interesante, sepse pa presion është gjithmonë futbollistët janë më të lirshëm në zgjidhjet e tyre, mund të guxojnë më shumë dhe ky guxim shpeshherë shpërblehet me rezultate më të mira. Dhe vëmendja ka qenë tek biletat, interesi shumë i lartë. Çfarë ka ndodhur? Janë shitur gjitha biletat. Pa diskutim, ka edhe shumë kërkesa për te asaj, por... Jo, shiko, kërkesa shumë pati edhe me Serbin, po pam që pati shumë vende bosh. Pra, pati një farë çedimi. Ndoshta ishin rezervuar për t'i shitur në tregun e si? Sistemit. Nuk e di, është pak, nëse do ta thonim këtë, kjo do ishte akuzë pastaj që duhet merreshin organet kompetente. Megjithatë, pati për herë të parë ndaj Serbisë, FSHF-ja eksperimentoi një metodë rezervimi para prak. Pra, çdo tifoz hynte në faqen zyrtare të shitjes së biletave, bënte kërkesë për bileta dhe më pas nëpërmjet një shorteu rastësor përzgjidheshin ata që do të mund të kishin mundësinë ta blinin një biletë.
njëjta metodë u ndoq edhe në ndeshjen me Anglinë, sigurisht që aplikimet interesi ishte shumë më i lartë dhe u blen që të gjitha biletat që ishin në dispozicion, presim që të jetë një atmosferë jashtëzakonshme dhe siç e thash, nëse arrim të marrim maksimumin mbrëmjen e sotme, të bëhet edhe më e bukur ajo mbrëmje pikërisht për të qenë një mbrëmje festive. Pra jo thjesht një Shqipëri-Angli që është gjithmonë një ndeshje shumë e bukur për të parë, për vetë kundërshtarin që vjen përballë, që nuk ndodh të vi shpesh të luaj kundër nesh në Tiranë. Do të vi me ekipin e parë apo nuk dihet ende? Po patjetër që do të vi me ekipin e parë. Çdo trajner grumbullon 23 deri 25 futbollistë në të tilla raste. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Thomas Tuchel. Sigurisht që ndonjë prej titullarëve mund ta kursej, ta lëjë në stol, duke pas parasysh që futbollistët pas ndeshjes me kombëtarën do të kthehen të luajnë edhe me klubet. Megjithatë, kushdo që të luaj tek Anglia, pra të 23 apo 25 futbollistë që Tuchel ka grumbulluar janë të gjithë të një niveli shumë të lartë, janë të gjithë futbollistë që ne shikojmë çdo fundjavë apo çdo mesjavë me klubet e tyre duke luajtur në nivelet më të larta, kështu që është e vështirë të gjesh tek Anglia formacion të parë dhe formacion të dytë. Nëse ka një ndarje të tillë atje ka sepse në fushë shkojnë vetëm 11 futbollistë, jo sepse ka vetëm 11 titular, sepse nëse do luajmë me më shumë futbollistë ky sport sigurisht që Anglia do i kishte titularët edhe për më shumë. Luhet me 11 dhe duhet luajnë 11, do shkojnë ata të le të themi që kanë më shumë eksperiencë, më shumë ndeshje, por gjithsesi cilësia nuk ju mungon as futbollistëve që rrinë në stol apo që luajnë më pak, që të gjithë luajnë në klubet më të mëdha të Europës dhe për objektivat më madhore. Kështu që kushdo që të luajnë dhe ekipi më i shtrenjtë. Po pa diskutim. Pjesa dërmuese luajnë në Premier League, që është kampionati me nivelin më të lartë pagave, por edhe me çmimet më të larta të kartonave, pra është gjithmonë kampionati që bën diferencën në çdo merkato, duke paguar më shumë për kartonat e futbollistëve që afron. Njëjta gjë ndodh edhe me futbollistët vendas, kështu që ndeshja do të jetë të dielën në orën 18, po Silvinho pritet të shkojë me të njëjtin informacion? Mbetet për të parë se cilat janë mundësitë e tij? Silvinho ndryshon pak, kemi thënë, edhe kur ka pasur mundësinë edhe në ndeshje miqësore ndryshon pak, jo më në një ndeshje të tillë. Pra Silvinho ka një grup të cilit i beson shumë mirë dhe le të themi që nga porta në sulm, 1 apo 2 vende janë ato dilemat e tij që është i lëkundër ndërmjet njërit apo tjetrit futbollist. 8 apo 9 futbollistë i ka gjithmonë në kokë, të sigurt që janë. Vetëm në rast mungese të ndonjërit prej tyre detyrohet të bëjë një lëvizje. Kështu që nuk pres surpriza as në ndeshjen ndaj Anglisë. Pastaj orari është orari perfekt për një të diel festive, siç e tham, pasi jep mundësinë gjithmonë nëse ne arrim ta mbyllim llogarit me kualifikimin sonte, diela është një orar perfekt për të shijuar një 90 minutësh futbolli me Anglinë në Air Albania dhe më pas për ta festuar pse jo në rrugët e kryeqytetit një arritje që është historike për Shqipërinë dhe pjesëmarrja në play-off, pasi rrugtimi deri në Kupën e Botës 2026 është ende i gjatë, edhe nëse ja dalim sonte do të kemi 2 ndeshje shumë të vështira play-offit në muajin mars. Aplikimi im ishte i pasuksesshëm. Ke marrë një bilet, do të jesh të dielën në stadium? Jo, nuk kam qenë fitues. Unë në përgjithësi me lotarit nuk i kam shumë të mira raportet. Nuk kam fituar asnjëherë në të tilla aplikime, as me Serbinë, as në këtë ndeshje. Nuk arrita të pajisem me bilet. Për çudi edhe pjesa dërmuese atyre që njohim, vetëm ankohemi. Nuk kanë arritur të sigurojnë një bilet. Kush i siguroi atëherë? Çfarë ka ndodhur me sistemin? Nuk e dim, presim të shohim ato 22.000 vende të gjitha të mbushura, pasi nëse do të ishte ndryshe, pastaj vërtet do të mund të hamendsonim që diçka luhet me këtë skemën e re të shitjes së biletave. Megjithatë, gjithçka do të konfirmohet të dielën pasdite. Ne nuk na mbetet gjë tjetër që në pamundësi për ta ndjekur nga stadiumi, të sigurojmë një vend para ekranit të digital për ta ndjekur aty, për ta shijuar të 90 minutë. Ajo është e padiskutueshme. Tashmë po marrim mirëqenien që kaluam në play-off. Aty çfarë na pret? Presim 2 ndeshje shumë të vështira në muajin mars. Sigurisht që është e vështirë të bësh parashikim për kundërshtarët në këtë periudhë. Për afërsisht mund të kemi kundërshtarë. Për llogaritjet ku na çojnë? Nuk do të jenë kundërshtar emra të mëdhenj, po themi të nivelit Angli, Itali, apo ku di unë, sepse pjesa më e madhe e këtyre kanë siguruar kualifikimin direkt, por edhe Italia është një vazo më lartë, kështu që nuk ka gjasa të përballet me ne, por do të jetë një grup kundërshtarësh që janë, le të themi, skuadra shumë të mira, shumë në formë, por jo kaq të njohura, jo kaq të famshme sa, po themi, Italia apo të tjera. Pra mund të kemi kundërshtarë si Turqia, nuk e di tjetër kush. Silvinho për shembull e shes si një fakt tashmë arritjen në play-off, megjithatë uron të mos përballemi me Italinë.
Do të ishte e komplikuar përballja me Italinë. Silvino ka drejt ta shohë si një fakt, pasi le të themi që edhe shumica e shqiptarëve e shohin si një fakt tashmë. Nuk presin surpriza as të ndodhin as në Andorra as në Wembley sonte, kështu që pas surpriza ne jemi në play-off. Sigurisht përballjen me Italinë nuk do ta donte askush, pasi Italia vjen pas 2 edicione botërori, të cilat i ka parë nga televizori dhe një i tretë do të ishte i tepërt. Kështu që më mirë ta shmangnim Italinë dhe të shpresojmë në ndonjë kundërshtar le të themi më modest ose ndoshta të mos jetë në një kundërshtar në formë, le të themi, sepse e vështirë gjesh skuadra modeste në futbollin e sotëm, por në një kundërshtar që nuk është shumë në formë në këtë periudhë dhe që të mund të luajmë dhe ne shanset tona. Megjithatë, rrugtimi do të jetë shumë i vështirë. Janë 2 ndeshje, vendoset gjithçka brenda 2 ndeshjeve dhe duhet të kuptojmë që në supet e futbollistëve kuqezin ato 2 ndeshje do të peshojë jo pak edhe mungesa eksperiencës. Ne nuk kemi mësuar të luajmë me ndeshje të një rëndësie të tillë, pra janë ndeshje si finale, si njëra si tjetra. Humbja të dërgon me një herë në shtëpi. Ne nuk kemi mësuar të luajmë në të tilla nivele. Kemi mësuar të luajmë në fazë grupesh ku ke një kthimi, ke një ndeshje. Të lëna në Letoni mund t'i rikuperosh me një fitore në Serbi më mbrapa, por këto ndeshje të tilla kemi pak ose as pak eksperiencë. Kështu që edhe kjo do të jetë një lloj një sfidë më vete për kuqezin nëse ja dalim të shkojmë në play-offin e Kupës së Botës. Eron, falenderoj shumë. Ju faleminderit ju. Ne kemi mbritur në fund të programit për ditën e sotme, sigurisht tashmë në vëmendje në 20-45 minuta të gjithë do të kemi sfidën e radhës, është Shqipëria me Andorrën. Jemi në fakt pritshmëritë kemi për të marrë 3 pikë në Andorra sot edhe për ta vulosur vendin e dytë në grup për të arritur automatikisht në play-off pikërisht në kuadër të eliminatoreve të botrorit 2026. Do të kemi një tjetër përballje të rëndësishme të dielën në orën 18 me Anglinë, do të zhvillohet në Tiranë, edhe atë do të mund ta ndiqni ekskluzivisht në digital. Faleminderit që na ndoqët, i urojmë suksese kombëtares, bashkë ndajemi këtu, shihemi nesër në të njëjtën orë. Natën e mirë.